Profesor, përshëndetje, mirë se të gjeta. Mirë se më erdhët. Si quhesh për ata që po na shohin, edhe cili është roli jot në këtë fshat kaq të bukur si Qeparoj? Unë quhem Minell Alami, kam qenë mësues histori gjeografie, banor lere rritur në Qeparo. Si një person në moshë të madhe, i cili ke jetuar që fëmijë në këto rrugica dhe një mirë historinë e këtij vendi, çfarë bën kaq të veçantë Qeparojin? Qeparoj ka shumë gjëra pozitive që e veçon nga të tjera. Arkitektura e ndërtimit të fshatit me shtëpi që duken sikur janë të ngritura njëra mbi tjetrën, është karakteristike e veçantë e fshatit tonë. Origjina e fshatit është e ardhur nga vende të ndryshme. Ka fishe që kanë ardhur nga Labria, ka fishe që kanë ardhur nga Thellësia e lumit të Vlorës. Banorët kryesorë të vendit kanë qenë në majën e Karrosit dhe janë bërë gërmime arkeologjike. Edhe sot po të vesh në majën e Karrosit, do të gjesh banesat e vjetra që janë ndërzuar dhe kanë ngelur vetëm gurë. Origjina, emri i fshatit ka shumë supozime të ndryshme. Njëri thot që nga që ka qenur aty në maj dhe duket si kep në ajër, Qeparo. Një tjetër version është vend që ka pas shumë shpella, që quheshin gjuhën e vendit Qeparo. Një version tjetër është se ka pasur ara të punuara që punonin njerëzit, vjen nga greqishtja. Qipo është arë ose baçe. Vendi i baçeve. Dhe e fundit është ajo që sugjerojnë të gjithë, nga që ka shumë qepariz, ka marrë emrin Qeparo, nga qeparizët. Të gjitha shtëpitë e fshatit që janë ndërtuar, ndërtimet e vjetra, lëndën e parë të durët e kanë nga qepariz, sepse është një dru shumë i fortë. Me vite filloi shpërngulja nga maja, duke zbritur në afërsi të fshatit të shoqëm. Janë gjetur në gërmimet arkeologjike, qaramide, mure, nga Mërtokja, për shembull, që është një vend banimi, në oborin e kishës ose të shkollës, si i thoshin atëherë, u gjet një kandile ndezur. U gjet aty dhe aty u vendos që të bëhesh qendër e fshatit. Me kalimin e kohës u bë kisha dhe fshati filloi të zbriste avash avash në këtë pozicion që është sot. Këto ndërtime janë bërë sepse nuk kishte rrugë që të ngjiteshin në fshat. Dhe nga ana e poshtme, kushdo i të vinte armik, në atë kohë kishim perandorinë otomane, me gurë, vetëm me gurë nga buza mundet t'i vrisje. Pra, fshati ka pasur edhe një pikë strategjike për pjesën e luftës. Për të mbrojtur nga siç ishin në kohën e vjetër, siç ishte Karlaja Stellushit, për shembull, që në Dibër, e ngritur në mbaj skëmbit që çdo armik të vinte, si çdo kala në Shqipëri. Vetëm me gurë të hedhje e vrasë armikun.